Shoqata Ilirikum Libertas në Tetov në kuadër të veprimtarisë në interes të komunitetit është duke ndjekur me vëmendje dhe deklarimet e fundit zyrtare në lidhje me rastin e profesorit të ndjer Ruhi Bakiut. Duke marrë për bazë dyshimet dhe deklaratat e mëhershme të vetë profesor Bakiut, opinioni publik përgjithsisht nuk është i bindur dhe ka dyshimet e veta në supozimet dhe deklaratat e fundit të organeve të sigurisë për ngjarje në fjalë. Duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me një rast shumë të çuditshëm të një figure me peshë kombëtare, kërkojmë nga organet kompetente që të zbardhin sa më shpejt që është e mundur dhe deri në fund shkaqet dhe arsyet që çuan në vdekjen tragjike të profesorit të nderuar Ruhi Bakiut. Këtë e themi duke u bazuar në përvojën e hidhur të shqiptarëve me organet shtetërore, si në të kaluarën e largët, ashtu edhe viteve të fundit. Çdo vonesë në këtë drejtim jep shkas për interpretime të ndryshme, minon besimin e qytetarëve tek organet e rendit dhe drejtësisë, si dhe nuk kontribuon në përmirësimin e klimës së marrëdhënieve ndëretnike në vend. Profesor Bakiu do mbetet përgjithmonë gjallë në memorien e miqve, studentëve dhe komunitetit tonë këtu, thuhet në reagimin e shoqatës Ilirikum Libertas.